Si ndihesh kur shikon që dita ditës fshati fillon dhe degradon, ikën rinia? Nuk ndjehemi mirë sepse kemi mbetur të vetmuar, ngrohtësinë e fëmijëve, të nipra të mbesa se kemi. Kanë ikur gjithë. Kanë ikur jashtë shtetit për një mirëqenie më të mirë. Këtu s'ka kushte. Punësim nuk ka, edhe kështu që janë detyruar. Vojtim shumë, mosha e tretë tani ka ngel vetëm, duke ikur të rinjt kanë ikur, s'ka fëmijë më, është mbyllur shkolla. Në rinin tuaj, sa fëmijë ka pas shkolla? Në kohë shumë përpara ka pasur një popullsi prej 650 frymësh, 115 shtëpi dhe gati 120 nxënës. Sot nuk ka asnjë aktualisht, është mbyllur shkolla. 120 nxënës dhe është mbyllur shkolla. Po, s'ka asnjë nxënës më shkollë. Për të qarë është, po s'kemi ç'a bëjmë, se mosha e re prodhuese ka ikur. Pra kjo është një këmban alarmi për shfarrosin e fshatit, le të themi. Tani nuk e di, secili e gjykon vetë për një mirëqenie më të mirë. A ka dasma këtu? A martohen këta njerëz? Ka dasma, po ka ikur rinia. Edhe ata që mbarojnë shkollën e mesme, ikin edhe në qoftë se nuk shkojnë jashtë shtetit, shkojnë në qendrat e populluara, Tiranë, Durrës, punsojnë andej. Edhe këtu që s'ka. Çunat e zonës këtu, pse nuk martohen edhe kthehen prapë në fshat punojnë? Po s'ka, mëse do jetoj këtu. Këtu toka është mbi ujë, s'ka në një kushedi. Këtu prodhohet grure e misë. Grure e misë s'ka më, do ujë misri. Gruri s'ka, s'vjen as ato kombajn, as gjës. Ka kushtet vështira, nuk janë kushtet. Sa po na ka shaka kameramanin edhe është mashtrues sot. Pse të ka mashtruar Ganiu, ma thuaj çik. Thuaj publikisht. Shkrepe. Jo, bë shaka me atë, se e njoh shumë kush është. Shishi, pas ka futur edhe mik. Me qa merrni këtu? Qa merrni punë të përditshme punë të fshatit. Si ju duket fshati? I mirë fshati. Kush e bën të keq? Të keqen tani. Se çfarë do dohet ti të bësh më mirë? Të mirat nuk kanë fund, po unë jam i kënaqur për fshatin tim, për vendin tim. Dua gjithmonë të rritë jetojnë në vendin tim. Po si ecuri e fshatit si bashkon? Po deri diku mirë. Me preshtim që na mungon një rrugë automobilistike. Jo, atjera po thosha. Çfarë të keq ka sjell rruga për shkak? Po, si ta them, me keqja rrugës ta nisim nga çiftet e rinj që u mbyll shkolla, na erdhi shumë keq, shkolla jonë mori fund, ka patur shumë nxënës, shumë zhurmë fshati. Njëri s'kam ku të punojë, tjetri s'kam ku të shkoj, njëri s'ka rrugë, tjetri s'ka punë, i kanë gjithë larguar. Kjo është një këmban alarmi drejt shfarrosit të fshatit, do të thonë. Po. Sa vite ka ndërë shkolla hapur? Shkolla e hapur sa vite? Unë të hapur e maj mend shkollën. Që ke lindur jo? Po. Mos flas për kohën time, po të flas për kohën e fëmijëve të mi, para 10 viteve të paktën, shkolla jonë kishte afërsisht 100 nxënës. Pra edhe pse këta e trumpetojnë më të madhe që thonë që Shqipëria 2030 ne do ecëm përpara, kemi rritur numrin e nxënësve, kemi rritur numrin e punësimeve, kemi rritur rrogat, pensionet, gjitha. E nga ana tjetër jemi para faktit që s'janë të njëjta këto. S'janë, si ta them, fshati jonë është fshat malor, fshat larg qytetit, fshat. Në krahasim me fshatrat e tjera. Mund të ketë fshatra të tjera që mund të jenë shumë herë më larg qytetit dhe fshatra të tjera që janë më larg qytetit në zonën tonë, po thoshë s'kan njerëz fare më. Kanë nuk është atje. Po, komplet, janë bazit 100%. Kush është sekreti që ende mundoni që ta mbani fshatin gjallë? Po si ta them, dashuria për fshatin. Fëmijët tuaj këtu i keni? Jo. Kanë ikur. Kanë ikur. S'ua ka përcjell dashurinë atyre? Po, si ti mbaj? I ka përzën sistemi apo Marrë puna kushtet. Drejt për drejt lidhe me sistemin. Me sistemin. Rofsh. A ideali është komunist? Komunist? Po, dem pa dem. Jemi në demokraci, se kush ka mendimin e tij? Këtu jemi në demokraci. Po jo, se kush ka mendimin e tij? Ka, Ekzist- komunist. A jemi njerëz? Kush është mirë, komunizmi apo demokracia? Ë? Demokracia apo komunizmi është mirë? Ka, demokracia. Ha. Je i lirë, komandon veten. Ka, të ka. Fshati ku ka qenë mirë, komunizëm apo demokraci? Shiko, fshati për shkollën për këto, ka pas të gjëra të mira.
Mos i masim gjitha gjërat, kupton. Themi edhe ato të mirët dhe të këqijat. Pra komunizmi ka qenë më mirë. Komunizmi ka qenë për shkollën, ishte populli këtu, njerëzit u larguani me, iman të lidhra. Sot janë lirë njerëz. Ti ku duan. Jo e ka thënë qeveria se do ikin të rinj. Unë kam qenë 16 vitën. Në halli, në ekonomia. Ike njerëz. U ktheve prap. Me ka moshën, Edhe këtu. Në vend tim. Pse si kemi në vend tjetër? Pse si kemi në vend tjetër? Pa do të ndërtojmë këtu, e kupton, shpenzon. Ndërtojmë, unë kam hedhur 80 mijë shtëpit. Aty thamë do rrim këtu. Ja vleti? Ja vleti? Nuk ka vleti, për moment. Kalamania gjitha, ne? Për moment shpenzojmë shumë. Po si unë gjithë shati ka ndërtuar. Mund të ngjen ja 2 shtëpi, të tjerët janë ndërtuar shtëpi të reja komplet. Po do kthej edhe brezëri, pastaj do kthej edhe ditë. Tu bëjmë vetëm moshën time, do vinë edhe vajin ditë. Besoni këtë gjë do kthehet vërtet brezëri? Janë keq të dorrim pas Kalamanjës. Do i futin shkolla, ne. Breza sjell brezë? Sjell brezë, e vështirë. Është e vështirë. Kthehen. Do vinë na vizitojnë një kështu, si miq edhe e vështirë. Mbyllja e shkollës ju mërzit? Po shiko, e mërzit rrosha se ja ikën kemi 3 familje që ikën Gramsh. Po marrë shpinë me qira, për punë Kalamanjën, të limë për shkollë. Pse nuk e thoni ju fëmijëve tu që hajdeni ktheuni në fshat, ktheuni në vendlindje, investoni këtu siç investova unë? Shiko, ne jemi fshat pa ujë. Po s'pate ujë, unë kam 500 rënë në linjë. Edhe sot qesha në shikova ne, dhe vi gjunat e shikosh. 500 rënë në linjë? Pa. Po të kisha ujë, dhe çuni ktheshtu. Një çun kam dhe çuni më të ktheshtu, mund të rinë. Vajnë ullit e haken e bio? Bio dhe se vjetë shitëm, patëm me bollë, ikë shitëm. Se vjetë së rashi, thonë 4 muaj për rashi. Qa dhe? Po të kesh ujë, rronë dhe këtu. E gjithë frutikultura këtu varet nga shiu. Në shiu, në natyra. Qa mirë zakonisht? Ullë një kam unë. Këto rrafsh me këto? Këto rrafsh? Këta asnja. Nuk merë. Nuk në zhurën kështu vërtet? Ska të bërë, se ku shikon halë dhja. Nuk, ku shikon të rëzina dhja, nuk ka asnjë problem. As bjellë, as gjë, ku shikon të rëzina dhja. Mi mjesë, mi mëromë, s'ka njështë më, pesonisë ka njërë. Na vina një këta qurë në qurë, na knaqin, gëzojmë dhe kaqë. Ure, ka ardhur diella ndonjëherë këtu në fshatin tuaj? Diella është një fantasm, çfarë diella? Çfarë diella? Do shë, jam verë mua, çfarë diella? Shteti. Ti tendrat, mos ketë vide, mos ketë gjëra kështu. E që mirë, ka vide. Pepe, gjithë kjo rini që ka ikur nga fshati juaj, mund të shkonte një i mirë atje në vend diellës. Ne bëm letrat për në ullin për pend, marrim lekë që kemi marrë. Pse? Pse ullin? Kush i vëllë? Diella? Jo, diella. Tjertë. Para diellës. Sa të vi diella që të marri pushtetin e plot? S'to ketë më vjetë, se pra të punë do jetë. E ne të jemi në botë në tretë. S'ke që është thonë. Të dy janë të mirë, dhe demokracia ka si i lirë shumë. Mirë pafshim në gjithat mirat. Këtë demokracia e lirëshme, në e bëshatisi fshati. I ka të qia dhe ka demokracia. Që kemi mirë komunizm. Në? Më prape e o. Shika. Dhe e përdorë që të për? Demokracia është më mirë. Po, demokraci tamam, jo, demokraci... Të s'po gjejmë tonë, është tamam apo jo? Nuk është tamam se ka fajnë në partit. Të dyja. Duhet vëm punë kjo? Të dyja kanë fajtë, mos themi se njëra tjetër. Kush është më mirë, Enveri apo Rama? Çka Enveri ka pasur luftë klasë. Luftë në klasë? Mos të bëj luftë klasë, ti hapur me botën, do ishim shumë mirë. Kurse ky ka luftën e tendrave. Tendrave.